Ndërsa në kuvend lexoheshin raportet e PS dhe PD lidhur me çështjen e imunitetit të Belinda Ballukut, një protestë u zhvillua jashtë parlamentit nga mbështetës të opozitës. Protestuesit e ndoqën seancën përmes një ekrani gjigant të vendosur në hyrje të kuvendit dhe kundërshtuan votimin e socialistëve kundër kërkesës së SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut. Në përfundim të seancës, kryetari i PD-s, Sali Berisha, ju bashkua protestuesve, ku mbajti një fjalim të shkurtër dhe njoftoi protestën e radhës kombëtare më 22 mars. Kjo që ndodhi sot është autorizimi plot për kryengritjen më të fuqishme të qytetarëve shqiptar kundër tij. Kjo është pranvera në të cilën ne duhet fitojmë. Do fitojmë. Kjo është pranvera në të cilën ne do i rikthejmë shpresën e madhe e Shqipërisë, do rivendosim Shqipërisë në rrugën e dignitetit, në rrugën e integrimit, në rrugën e lirisë. Berisha e cilëson votimin e Partisë Socialiste si fundin politik të Edi Ramës. Edi Rama, kreu i organizacë kriminale, shënoi vetvrasjen e tij politike. Shënoi fundin e tij politik. Firmosi të drejtën e shqiptarëve për ta nxjerrë me të gjitha mjetet nga pushteti i krimit. Kryedemokrati tha se Rama tashmë po mbron qartazi korrupsionin e tij dhe vjedhjet e bëra në kurriz të shqiptarëve. Sot ai nuk votoi për Lumi Ballukun. Votoi për veten e tij. Votoi për të mbrojtur vjedhjet që ka bërë. Krimet e shëmtuara që ka kryer. Nuk ka sot një qeveritar në Europë që të bëjë ligje, që të votojë për mbrojtjen e vjedhjeve të tij, si të bëri Edi Rama. Gjatë fjalimit të Berishës pati vetëm hedhje tymuesesh me ngjyrë blu dhe disa përplasje të lehta mes protestuesve dhe policisë, por nuk u shënuan incidente të rënda.